Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në ekranin e kanalit 7 në edicionin informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e Durrësit lëshon 33 urdhër arreste për mbetje të rrezikshme të kompanisë Kurum, akuza për kontraband, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Gjykata kushtetuese shtyn sërish mbledhjen për Belinda Ballukun. Berisha akuzon Ramën se po pengon drejtësinë për të mbrojtur numrin 2 të qeverisë. Zbardhët dinamika e krimit në Lezhë ku u plagosën 2 persona, pjesëtarët e 2 fiseve që luan me armë njëri tjetrin për shkak të një konflikti të vjetër. Banorët e Rjollit në Velipoj përplasen me policinë, kundërshtojnë ndërtimin e resortit turistik, po na grabiten tokaj që i kemi me certifikata pronësie. Nga Prokuroria e Durrësit janë lëshuar 33 urdhër arreste për çështjen e mbetjeve të rrezikshme të kompanisë Kurum. Për 26 persona u vendos masa e arrestit me burg, ndërsa për 7 të tjerë izolim në shtëpi. Ata akuzohen për kontraband, pastrim të parave, si dhe për shpërdorim detyre. Gati 2 vjet pasi Prokuroria e Durrësit sekuestroi 2800 ton mbetje të rrezikshme të kompanisë Kurum, këtë të martë lëshoi 33 flet arreste për zyrtar, pronar, administratorë e specialist. I shtrirë në 3 qytete, Tiranë, Durrës dhe Elbasan, operacioni goditi dhe administratorin e Kurum Erdal Demir, në ndyshimet të forta se ka kryer kontraband me mallra të ndaluara ose të kufizuara në 4 raste. Transporti mbetjeve, menaxhimi mbetjeve, falsifikimi dokumenteve në 2 raste dhe pastrimi i produkteve të veprimtarisë kriminale, së bashku me Jusuf Sezai Kurum, administrator me prokuri Kurumit, i akuzuar për menaxhim të mbetjeve e pastrim parash. Mes 26 masave të arrestit në burg, në pranga përfundoi Gjovana Sokolaj, pronare e kompanisë Sokolaj, e cila i bleu mbetjet Kurum për t'i eksportuar në Tajland. E izoluar në shtëpi përfundoi Arta Dollani, ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, bashkë me drejtoreshën aktuale të këtij institucioni, Marieta Përlala, dhe 5 persona të tjerë. Sipas materialit hetimor të siguruar nga Vision Plus, nga mostrat e marra në 11 prej 102 kontejnerëve të sekuestruar me mbetje, organi akuzës arriti në përfundimin se ato kishin në përmbajtje element kimik në shkelje tërësore të ligjit për mjedisin. Nga analizat e kryera u zbulua prania shumë e lartë e oksidit të zinkut, hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër e shumë metale të tjera helmuese që shkaktojnë kancer. 102 kontejneret me 2800 ton mbetje që kishin destinacion Tajlandën u kthyen në nëntor të 2024 në vendin ton, pasi organizata mjedisore Basel Action Network ngriti alarmin se brenda tyre mund të fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme. Kontejneret po mbahen të sekuestruara në një fushë të hapur në Porto Romano të Durrësit. Sali Berisha ka thënë në parlament se shumica është bërë mburoje numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, duke dalë kundër drejtësisë, por socialistët i kujtuan Berishës se ai vetë është në akuzë nga SPAKu dhe nuk mund të bëjë moral. Parlamenti u përfshin debate për kërkesën e SPAKut për arrestimin e sëfundës kryeministres Belinda Balluku, kërkesë e cila ndodhet në kuvent prej datës 16 dhjetor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi mazhorancën se po kryen grush shteti, duke bllokuar kërkesën e prokurorisë posaçme. Ky parlament çdo sekond, çdo minutë nxin për aktin antikushtetues, për shndrimin e mandateve të krimit në mburoj të Lubi Ballukut, në pazbore të vjedhjes së miliarda euro e taksave tuaja nga Ramaduro dhe Lubi e tij. Por socialistët ju kundërpërgjigjen, duke vënë në dukje se lideri i opozitës nuk mund të bëjë moral pasi vetë po gjykohet për korrupsion. Ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur 9 grada për korrupsion, thuaj po apo jo? Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po u bën presion gjyqtarëve dhe prokurorëve. Shqiptarët kërkojnë të zhbllokohet sistemi i drejtësisë. Tani keni filluar t'i çoni mesazhe ju. Ti kërstoni, jo një minutë, vetëm një minutë. Mos kërstoni prokurorët.
as gjykatësit, sepse Edi Rama do jetë përgjegjës për çdo akt që mund të kryet ndaj tyre. Të zotrote, je akuzuar për korrupsion. Dhe tani, të vish këtu dhe të bësh të ndershmin, të flasish në emër të drejtësisë, dhe madje të bësh ti emisari për të sjellë haberet e drejtësisë, ti që 1-2 herë në muaj shkon para drejtësisë dhe i merr me libër shtëpie të gjithë ata që të kanë ngritur ty akuzën. Në 16 dhjetor, SPAK-u kërkoi nga Parlamenti autorizim për të arrestuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku, si masë e dytë sigurie pas masës së parë për pezullim nga detyra. Por kryeministri Edi Rama sqaroi se çështja e imunitetit të numrit 2 të qeverisë do të shqyrtohet pasi gjykata kushtetuese të jap vendim për masën e parë të sigurisë, masën e pezullimit nga detyra. Gjykata kushtetuese përsëri edhe këtë herë nuk doli me një vendim për fatin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Këtë të martë ishte përcaktuar që gjyqtarët të mbledheshin për të shqyrtuar ankimimin e kryeministrit Rama, por mësohet se mbledhja u shtyp për një ditë tjetër. 8 gjyqtarë do të përcaktojnë nëse SPAK ka të drejtë apo jo të pezullojnë nga detyra një ministër. Përplasja me SPAK dhe kryeministrit Edi Rama nisi në fund të muajit nëntor, kur me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e shkallës së parë pezulloi nga detyrat që mban në qeveri Belinda Balluku. Kryeministri ju drejtua kushtetueses duke kërkuar shfuqizimin e kësaj mase, e cila sipas tij është në shkelje të ligjit themeltar të shtetit. Gjykata vendosi fillimisht ta kthejë në detyrë Ballukun dhe të pezullojë masën e sigurisë deri në shqyrtimin në themel të ankimimit të kryeministrit Rama. Në 22 janar kushtetuesja shqyrtoi në seancë publike këtë çështje, duke dëgjuar pretendimet e SPAK-ut dhe juristëve të kryeministrit. Mungesa e demokratëve në Komisionin e Reformës Territoriale u bë shkak për përplasje në parlament. Opozita pretendoi se nuk bëhet fjalë për bojkot, ndërsa i quajti mbledhjet e deritanishme të paligjshme. Por mazhoranca këmbënguli se nëse opozita nuk ndryshon qëndrim deri në mbrëmje, socialistët do marrin shumicën në Komisionin e Posaçëm. Partia Demokratike në fillim të seancës plenare kërkoi heqjen nga renditjes së ndryshimit përbërjes së Komisionit të Reformës Territoriale. Bashkëkryetari i këtij komisioni Luciano Borghi sqaroi se opozita do të marrë pjesë në mbledhje, ndaj nuk ka asnjë arsye që të hiqen të drejtat që ka aktualisht. Doni ta kthenin koloninë ndëshkimore për opozitën, bëheni. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni, po mirë më merrni dhe komisionet e përhershme, pse nuk i merrni? Por ndryshimi i qëndrimit PD-s e gatishmëria e tyre për të bërë pjesë e Komisionit Posaçëm të Reformës Territoriale u prit me skepticizëm nga socialistët, të cilët vendosën të mos e heqin projekt vendimi nga rendi i ditës. Në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri në darkë që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë, edhe kismet vendosim deri atëherë. Mbetet për të parë se si do të veprojë Partia Socialiste në mbrëmje kur të votohen ligjet e parashikuara në rendin e ditës. Nëse do ta tërheqë projekt vendimin e do të tentojë sërish për një reformë konsensuale apo do t'i heqë Partisë Demokratike, barazinë e anëtarëve dhe bashkëkryetarin e do të vazhdojë vetëm. Përplasja me armë mes dy fisëve në Lezhë dyshohet se ndodhi për një konflikt të regjistruar në verën e vitit të kaluar. Hetuesit kanë grumbulluar prova se në ngjarje në Berberhane, ku u plagosën 2 persona, u përfshin të afërmit e deputetit Arben Ndoka. Policia ka zbardhur dinamikën e atentatit të ndodhur mbrëmjen e një shkurti të rreth orës 21 në fshatin e Ril të Lezhës, ku mbeti i plagosur 30 vjeçari Sokol Daci, pronari i Berberhanes. Pas hetimeve, policia ka ndaluar efektivin 24 vjeçar Besart Kovaçi, dyshuar për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Sipas hetimeve, Besart Kovaçi ndodhej brenda Berberhanes në momentin e atentatit dhe ka deklaruar se ka qelluar me armë në drejtim të autorëve për të parandaluar pasojat fatale. Por nga këqyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 16 gëzhoja pistolete, ku 5 janë gjetur në krahër dhe 10 të qelluara, të cilat dyshohet se i përkisnin armës së përdorur nga polici. Një tjetër gëzhoj ndërkohë ka ngritur dyshime për përdorimin e një arme të dytë nga brenda ambientit, duke forcuar pistën e një përplasjeje të armatosur. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar 2 automjete, një Audi dhe një Passat, të cilat ndalojnë prej sallonit dhe nga aty zbresin 7 persona, 2 prej të cilëve me Kalashnikov.
Në drejtim të Berberhanes janë qelluar mbi 30 plumba, 3 prej të cilëve plagosën 30 vjeçarin Sokol Daci. Nga hetimet ka rezultuar se në këtë ngjarje dyshohet të jenë përfshirë dhe janë shpallur në kërkim Gerardo Ndoka, Eliseo Ndoka, Kevin Ndoka dhe Merando Nikulaj. Burime bëjnë me dije se Sokol Daci nuk ka qenë shënjetësra e atentatit, por objektivi ka qenë Merando Nikulaj, nipi Ardian Nikulajt i ekzekutuar në vitin 2023. Merando shfaqet në pamjet filmike duke u larguar me vështirësi, çka ka ngritur dyshimet se mund të jetë plagosur. Ai edhe më herët ka pasur konflikte me pjesëtar të fisit Ndoka. Gjatë verës, Merando Nikulaj dhe një kushëri i tij janë përfshirë në një përplasje pranë zonës së plazhit, ku familjet kanë aktivitet hotelier. Në atë ngjarje, 2 të rinj të familjes Nikulaj dyshohet se kanë përplasur me motor 2 të rinj të fisit Ndoka, duke çuar më pas në një konflikt fizik, ku janë përdorur shkopim bejsbolli dhe sende të forta. Lidhur me këtë ngjarje, Merando Nikulaj është çuar në gjyq, çështje e cila konsiderohet nga hetuesit si një nga pistat kryesore për zbardhjen e atentatit. Një nga të pandehurit e dosjes plumbi i art, Henrik Hoxhaj, ka treguar në gjykat vrasjet me pagesë në bashkëpunim me Nuredin Dumanin. Në një nga ekzekutimet e kryera në Durrës, ai ka pranuar se ka marrë plot 70.000 euro. Vrasje, hakmarrja dhe prishja e pazareve mes bandave rivale ishin sërish në fokus të seancës së radhës për dosjen plumbi i art në gjykatën e posaçme. Këtë të martë ai që ka sjellë dëshmi tronditëse ishte sërish Henrik Hoxhaj, i penduari i drejtësisë fillimisht ka folur për njohjen e tij me Nuredin Dumanin, të cilin sqaroi se e kishte takuar tek ditëlinja e Festim Qolit në vitin 2020 dhe më pas shkëmbyen numrat e telefonit. Njihem me Nuredin Dumanin. Jam njohur tek ditëlindja e Festim Qolit në vitin 2020. Aty jemi njohur duke ngrënë, duke pirë. Kemi shkëmbyer numrat. Disa muaj më vonë u takuam. Nuredini ishte i interesuar për të më takuar. Nuk e mbaj mend, por më duket se kemi komunikuar me telefon të enkriptuar. Takimi mes tyre sipas Hoxhajt ishte për të bërë pazare për vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës. Sipas tij, Dumani ja kërkoi si porosi nga Erion Alibej, i njohur me pseudonimin Krymi, por me pas u shpreh për inate personale, vrasje për të cilën Hoxhaj do të paguahej 70.000 euro. Kemi biseduar për disa vrasje. Ai kishte marrë një porosi nga Krymi. Më tha që janë disa punë për t'u bërë, ai e interesuar. Unë i thash po. Nuredini më tha për 2 vrasje që do bëheshin në Durrës. Fillimisht ishte si porosi e Krymit, por pastaj i paraqiti si problematika të tij. Tha, a je dakord në fillim? Po dakord, i thash. Në këtë takim diskutuam për vrasjen e Dorian Shkozës. Do kryhej kundrejt pagesës. Në fillim propozoi 70.000 euro. Ai gjeti mjetet dhe armët. Shofer ishte Elio Bitri nga Elbasani. Ndërkohë i ka rrëfyer dhe momentet makabre të vrasjes. Si kohë ishte pak pas takimit në pandemi, nuk kishim leje, por ishim sipas rregullave, me rip, me rregulla qarkullimi. Ditën e ngjarjes kam shkuar në Durrës, u takova tek shtëpia e Nuredinit në Durrës. Nga aty u nisëm. Kemi përdorur një makinë të zezë. Ishte Elio në timon, unë mbrapa shoferit. Kisha unë 2 armë, Elio 1. Nuredini u nis me ne. Ne kemi dalë një xhiro tek servisi. Kur kaluam atëherë nuk ishte prezent. Kur u kthyem ishte aty. Ishte me 2 persona i shoqëruar. Elio më thot, ja ku janë. Ishin 3 vetë në trotuar. Unë i qellova me armë nga brenda makinës. Një armë mu bllokua. Përdora tjetrën. Njëri nga ata ngeli në vend. Doriani u rrëzua pak më tutje. Unë i thash, a ti e Doriani? A i tha jo. Pyeta Elion, a është ky? Po, më tha ai. Edhe e godita. Një e goditi edhe Elio. Pati një pistolet me mulli. Në dëshminë e tij ai tha se Nuredin Dumani ishte i ulur në makinë duke parë të gjithë ngjarjen, ndërkohë pagesën e krimit sipas tij do ta ndante për gjysmë me Elion Bitrin. Banorët e fshatit të Rjoll në Velipoj janë përplasur me forcat e policisë gjatë protestës kundër ndërtimit të një resorti turistik. Ata thanë se kompania private po u grabit toka të cilat i kanë me certifikat pronësie. Leja për ndërtimin e një resorti në Rjoll të Velipojës ka sjellë përplasje të forta mes banorëve të zonës dhe policisë. Banorët kundërshtojnë këtë projekt duke pretenduar se po u grabitet prona për të cilën thonë se e kanë me certifikata pronësie. Këtu ka fillu captimi pronave nga firmat Fantazëm, që ne e njohim si firmë, por është Fantazëm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt, për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhë dhe nuk është shënuar në plotëren zyrtare. Sot kena blloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. I lutem sfakut
Me qenë se unë jam drejtu Spakut, për sa i përket kësaj çështje, dhe ka që në mars që unë kam ba kallëzimin në Spak, dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje se si është vepruar për hetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bë për këtë pronë. Ne janë të na kanë hysi gabi qartë si ujqit dhe për pasurit tonë, edhe ne jenë të ne si lepujt. Dje kena gjeni tonë protest, na kanë marrë nga që si specat në komisariat. Na jenë në tokë tonë, e s'po di më morë vesh me gërgen. Deri pikën e funit, në fund funit, mos arena bidur për i kryon, të ashtu marrë mu të më qumë në komisariat. Në shpi të eme, në tokë të eme, unë veç kërë kam bëha. Të në marrë djemë të eri, të në i futna për policia, ata në shpijat veta. Ato ka jonë shpijat tona, jonë familje tona, djemë të eri jonë të punuja shtetit me fitu i pare, marrë me bo shpijat e ju marrë me nej marrë, pa munumit. Për disa orë, banorët mbajtën të bllokuar rrugën Shëngjin dhe Lipoj dhe pas rezistencës për të mos u larguar, policia nisi shoqërimin e tyre. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh në zonën ranore pranë Lipojës. Sipas dokumentacionit të planit zhvillimor, masterplani përfshin 33 struktura akomoduese dhe shërbimi me 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, një strukturë hoteli si dhe disa struktura social-kulturore. Totali i sipërfaqes së ndërtimit mbi tokë parashikohet të jetë mbi 400.000 metra katror. Sipas përshkrimit të projektit, kompleksi synon të ofrojë funksione të ndryshme turistike dhe shërbime për vizitorët. Ministri i Turizmit është shprehur se pritshmëritë nga sezoni i këtij viti janë më të mëdha se ai që lan pas. Në fokus do të jenë plazhet publike si dhe rritja e cilësisë së shërbimeve. Pas 12.4 milion turistëve që vizituar Shqipërinë në 2025, fokusi i qeverisë për këtë vit është jo vetëm ruajtja e numrave, por edhe menaxhimi më i mirë i sezonit veror, duke lënë më shumë hapësirë për plazhe publike dhe duke ofruar një shërbim më të mirë nga stafet. Jemi duke punuar për rritjen e hapësirës së plazhit publik, por më shumë se sa rritje e hapësirës në letër për mirë menaxhimin e stacioneve të plazhit dhe garantimin e një aksesi të përballueshëm nga qytetarët, duke sjellë si vjet risinë e menaxhimit publik nga njësitë e vetqeverisë vendore, që është një kategori e re e plazhit të menaxhuar, krahas atij që menaxhohet nga subjektet private. Rritja e cilësisë shërbimit turistik përmes zhvillimit të kapaciteteve njerëzore, natyrisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, duke nisur punën për Akademinë Ndërkombëtare të Turizmit dhe mikpritjes në bashkëpunim me UN Tourism. Prioritet mbetet edhe shtrirja e turizmit gjatë gjithë vitit, duke sjellë vizitorë në Shqipëri edhe për evente, konferenca apo aktivitete të tjera dhe jo vetëm për plazh. Turizmi gjithëvjetor përmes turizmit të konferencave dhe eventeve, ky është një element i rëndësishëm i punës sonë për të zgjeruar, si themi, sezonin nga ai vetëm veror tek ai gjithëvjetor dhe duke shkuar në të gjitha këto struktura dhe duke shkuar në të gjitha planet e zhvillimit dhe të gjitha projektet deri edhe në detajimin e projekteve të reja që licencohen, në mënyrë që strukturat hoteliere, strukturat akomoduese të përgatiten për të pasur kapacitete jo vetëm shtretër, po për të zhvilluar evente, për të zhvilluar konferenca, për të ftuar dhe përballuar aktivitete të cilat do t'i shërbenin shumë pjesës dimërore. Gjatë këtij viti synohet po ashtu formalizimi i tregut të njësive akomoduese me qira afat shkurtër. Po ashtu, Ministri Blendi Gonxha deklaroi gjatë konferencës se investimet me 4 dhe 5 yje me status special nuk do të jenë më të përqendruara vetëm në Bregdet, por edhe përtej. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.